Një zëri të gjithë pro dhe askush kundër, për rritjen e pagës minimale në 500 euro. Sindikatat e Maqedonisë me seancë publike para kuvendit u dërguan mesazh deputetëve për ngritjen e pagës minimale. Protesta nuk do të përfundoj me kaq, paralajmëruan sindikatat. Sipas tyre, herave tjera më të zëshëm në rrugë, trotuare dhe gjithkund. Ndërsa ministri i ekonomisë Besar Durmishi thotë se është formuar komision për të përcaktuar përfaqësimin e sindikatave që sindikatat mos të shprehin kërkesat e tyre në rrugë. E drejtë e secilit është të protestojë, tha ministri Durmishi, për rritjen e pagës minimale për 1.800 denar. Durmishi tha se vendimi është marrë në përputhje me ligjin me të cilin janë respektuar të gjitha palët e interesuara, gjithsesi sindikatat dhe punëdhënësit. Protesta e sindikatave përfundoi përpara qeverisë duke dhënë mesazhin e fundit. Ne nuk jemi këtu për të rrëzuar qeverinë, por për të rritur pagat. Sindikatat u bëjnë thirrje deputetëve që të tërheqin, siç thanë, vendimin e jashtëligjshëm për konstatimin e lartësisë së pagës minimale, duke shtuar se janë duke menduar dhe për organizimin e grevës së përgjithshme ose protestës.